sotëm zhvillohet në kuadër të një premisave më të rëndësishme të bashkëpunimit rajonal në dekadën e fundit, që është procesi i Berlinit. Siç edhe e dini, procesi i Berlinit, i cili u lançu në vitin 2014, ishte një iniciativë politike për të ruajtur dhe për të forcuar momentumin e integrimit evropian në vendin e Ballkanit. Në një periudhë kur procesi i zgjerimit të BE-s po përballej me sfida dhe ngadalësim, po edhe po nxiste lloj frustrimi në vendet aspiruese, kjo iniciativë synonte që të mbante rajonin të ankoruar në perspektivën evropiane dhe të thellonte bashkëpunimin rajonal. Procesi i Berlinit ka krijuar përjedhoi një platformë të rëndësishme bashkëpunimi midis vendeve të rajonit, shtetet anëtare të BE-s, institucioneve evropiane dhe rajonale, institucioneve financiare ndërkombëtare, sektorit privat dhe shoqërisë civile. Në fokus të tij kanë qenë disa fusha kyçe, si ndërlidhja infrastrukturore dhe energjetike, bashkëpunimi ekonomik, çështjet që lidhen me mobilitetin, dhe një synim të integrimit gradual të rajonit në tregun unik evropian. Pas më shumë se një dekade, pra që nga 2014, procesi i Berlinit i ka arritur disa suksese të rëndësishme, të cilat e kanë përmirësuar bashkëpunimin rajonal, se kanë qenë disa suksese të kufizuara në disa fusha, veçanërisht në infrastrukturë, në ndërlidhje të infrastrukturore, po në fushën veçanërisht të telekomunikimeve, për roaming, të mobilitetit, për lëvizje të lirë me kartë identiteti në tërmjet vendeve të Ballkanit Perëndimor, me këto green lanes apo shtimet e gjelbërta të lëvizjes së modrave, njohjen e diplomave, sistem pagesave kështu me radhë. Megjithatë edhe këto janë përballë me disa sfida, veçanërisht në fushën e mobilitetit, kur kemi ende mosbatim të marrëveshjeve, dhe është i njohur në rasti i mosnjohjes së kartave të identitetit nga Bosnia e Hercegovina apo qytetarët e Kosovës. Megjithatë, brenda procesit të Berlinit, iniciativa më ambicioze ekonomike mbetet tregu i përbashkët rajonal. Dhe ky treg, i cili u lancua në vitin 2020, ka për qëllim krijimin e hapësirë ekonomike më të integruar brenda Ballkanit Perëndimor, bazuar në rregullat dhe standardet e Bashkimit Evropian, dhe i mbivendosur iniciativa të tjera rajonale. Pra në thej, tregu i përbashkët rajonal synon që të avancojë kategoritë themelore, pra lëvizjen e lirë të madhave, shërbimin e kapitalit të njerëzve, duke krijuar një treg rajonal më funksional, po edhe më konkurrues. Për te këtyre lirive, tregu i përbashkët rajonal përfshin gjithashtu bashkëpunimin në fusha si integrimit digital, inovacioni, investimet dhe zhvillim industrial, me qëllim që të rrisë konkurrueshmërinë ekonomike të rajonit dhe të tërheqë më shumë investime. Logjika pra e kësaj nisme është e thjeshtë, ekonomitë e Ballkanit Perëndimor janë të fragmentuara dhe të vogla, dhe krijimi një tregu rajonal i cili ka diku 18 milion banor në përgjithësi, mund të bëhet tërheqës për investime dhe të integrohet më mirë në zgjedhjet evropiane të vlerës. Dhe të tejkaloj prej një situatë kur ekonomitë e rajonit janë më konkurruese se sa komplementare, në një situatë ku janë më komplementare se sa konkurruese. Është gjithashtu me rëndësi të theksohet se tregu i përbashkët rajonal nuk është alternativë integrimit bashkimit evropian, por përkundrazi është një hap për përgatitur drejt integrimit gradual për tregun unik evropian. Megjithatë, sfida kryesore sot nuk është formulimi i vizioneve apo nënshkrimi i marrëveshjeve, sepse siç e dimë ka pas marrëveshje të shumta në këtë iniciativë, por mbetet zbatimi efektiv i zotimeve që shtetet individuale kanë. Në shumë raste, progresi në zbatimin e këtyre zotimeve ka qenë i ngadalshëm, prandaj faza e ardhshme do të fokusohet më shumë tek zbatimi se sa tek nënshkrimi i marrëveshjeve të reja. Në të njëjtën kohë, është gjithashtu e rëndësishme që tregu i përbashkët rajonal të lidhet sa më ngushtë edhe me iniciativa të tjera të Bashkimit Evropian, veçanërisht planin e rritjes së Ballkanit Perëndimor dhe integrimin gradual në tregun unik të Bashkimit Evropian. Për këtë fundit, sigurisht se sfida kryesore mbetet niveli i ulët i konkurrueshmërisë së ekonomisë të Ballkanit Perëndimor, gjithashtu sfidë mbetet niveli i ulët i komplementaritetit, siç e thash edhe më herët, dhe do të kemi mundësi të flasim edhe në vazhdim në debat. Në këtë kontekst, ne në Institutin Reinvest kemi qenë të përfshirë në forumin e think tankëve dhe të organizatave të shoqërisë civile, i cili marrë si një prej eventeve qendrore të procesit të Berlinit, ku kemi kontribuar si raportues në temën që lidhet me tregun e përbashkët rajonal dhe mobilitetin, edhe në vitin 2024
dhe në vitin 2025, duke I sintetizuar rekomandimet e organizatave të rajonit, dhe ne jemi veçanërisht të lumtur se këtë vit RCC ka marrë përsipër një rekomandime për të dizajnuar një platformë për monitorimin e zhvillimit dhe zbatimit të tregut përbashkët rajonal. Ata vetë se kanë hartu metodologjinë, tash janë në proces të konsultimeve për ta rafinuar metodologji, e cilat na shërbejnë neve edhe për të parë progresin, po edhe për të evidentuar ngecet eventuale. Megjithatë, normalisht roli I think tankëve nuk do të kufizohet vetëm në çështjet e monitorimit, por duhet të avancohet edhe në analizën e ndikimit, pra në studime më të thelluara për këtë diskutim. Përderisa procesi Berlinit pra po hyn në dekadën e dytë, pyetja kryesore është pra nuk është pyetje më nëse bashkëpunimi rajonal është I nevojshëm. Problemi kryesor është si të bëhet më efektiv ky bashkëpunim, edhe si të përmirësohen ato pallka të liga të cilat po e frenojnë bashkëpunimin rajonal dhe po e ngadalsojnë konvergjencën e rajonit drejt bashkimit evropian. Gjatë këtyre 2 viteve ne kemi organizuar takime të rregullta, konsultative të reza, diskutime me aktorë ndryshëm në shoqërinë civile, që të shkëmbejmë ide edhe kësaj bashkë të artikulojmë rekomandimet që janë nevojshme për vendimarrësit me qëllim avancimin e bashkëpunimit dhe integrimin në planin rajonal. Tregu I përbashkët rajonal si shtyllë e rëndësishme integrimit ekonomik rajonal në planin rajonal është instrument kyç për shpejtimin e konvergjencës në Bashkimin Evropian. Duke lehtësuar lëvizjen e lirë të fondave, shërbimin e kapitalit dhe njerëzve, tregu I përbashkët rajonal në transformojë tregjet lokale fragmentuara në hapësirë ekonomike rajonale më të integruar, taft për të rregjur investime edhe për të rritur produktivitetin gjithsesi për të forcuar konkurrenshmërinë. Procesi Berlinit përgjithësi po edhe plani I veprimit të tregut përbashkët rajonal 2025-2028 në veçantë reafirmojnë rëndësinë strategjike të integrimit ekonomik rajonal si një lloj trampoline drejt integrimit në tregun e përbashkët të pajisë. Megjithatë, siç u tha, në Albani, pavarësisht fushat progresit në fusha caktuara, ka vështirësi që pra zbatimi është ende I pakëndshëm, për më tepër barierat e vazhdueshme jo tarifore, harmonizimi paraparti kornizës rregullatore, mosmarrëveshjet politike dhe kapacitetet kufizore administrative vazhdojnë të ngadalësojnë realizimin e potencialit plot të tregut përbashkët rajonal. Përderisa korniza politike kryesisht e tregut përbashkët rajonal është krijuar, progresi në terren është I madh. Ky janë ndek me zotimin dhe zbatimit, propojmë nën besimin e biznesit pra sektorit privat. Si solucion besueshmëri e iniciativa të tilla integrimit rajonal. Adresimi I sfidave në zbatimit kërkon mekanizma më të fortë monitorimi. Korniza më të qarta llogaritën dhe kapacitete administrative të mjaftueshme në të gjitha institucionet zbatuese. Për më tepër integrimi ekonomik nuk mund të përparojë në mënyrë të qëndrueshme pa institucione të forta. Mekanizma efektiv të studimit të ligjit, mekanizma kundër korrupsionit dhe transparenca rregullatore janë thelbësore për mundësuar aktivitetin ekonomik të përfitorëve për të rregjur investime. Prandaj, tregu I përbashkët rajonal duhet zbatohet bashkë me reforma të qeverisë që forcojnë sigurinë ligjore dhe besueshmërinë institucionale. Do të them po ashtu se tregu I përbashkët rajonal nuk është qëllim vetë, por është një fazë përgatitore për integrim gradual në tregun e përbashkët të Bashkimit Evropian. Andaj për të ruajtur momentumin e reformave dhe për të krijuar stimuluj konkret për qeverinë e nacionit për ndihmur, është nevojshme të përcaktohen rrugë të qarta për aftën në Bashkimin. Po ashtu është më rëndësishme të theksohet se iniciativat integruese si kjo tregut përbashkët rajonal shpesh përballen me skepticizëm publik kur ato perceptohen si shkutur prej realitetit, pra nga shqetësimet e përditshme të qytetarëve. Si shoqëria civile dhe sektori privat besoj që luajnë një rol vendimtar në mbikëqyrje për dhënien të inputeve konkrete për politikat dhe apo dhe mbështetje publike për reformë. Ne besojmë që një model qeverisë që është më gjithë që integron këta aktorë në monitorimin e tregut përbashkët rajonal, dhe ndjej dialogin publik, besoj që do të rrisë transparencën dhe llogaridhënien
partisë fonde ka nivelin në mënyrë të përmbledhur të prezantoj rekomandimet që kanë dalë për diskutimeve të kaluara me organizatat shoqërisë civile, organizatat think tank të rajonit, të cilat janë prezantuar poshtë në forumin që është bojtur në vitin e kaluar në shtator të Podgoricë. Këto rekomandime kanë qenë dora për palë të ndryshme të interesit dhe kështu do t'i prezantoj dhe prej qeverive, rekomandimet që janë të dedikuara për qeverinë të vendit Ballkanit Perëndimor, Bashkimin Evropian, institucionet specifike të Bashkimit Evropian, organizatat rajonale dhe ndërshërbëtore siç është RCC-ja, por edhe për shoqërinë civile. Fillojmë me rekomandimet që i kemi hartu për qeveritë e Ballkanit Perëndimor, janë përmbledhur në 5 rekomandime. Organizata e shoqërisë civile në Ballkanin Perëndimor njerëzit mendojnë se duhet prioritizohet zbatimi i marrëveshjeve të tregut rajonal duke forcuar kapacitetet institucionale edhe vullnetin politik. Qeveritë e vendeve të Ballkanit Perëndimor duhet të angazhojnë staf të kualifikuar të krijojnë mekanizma të qartë mbikëqyrje për të siguruar se marrëveshjet e tregut përbashkët rajonal përkthehen në integrim real dhe të prekshëm të tregut. Gjithashtu duhet të përshpejtohet harmonizimi i politikave dhe të eliminohen praktikat preferenciale dhe proteksioniste të cilat po e fragmentojnë edhe më shumë tregun. Qeveritë duhet të eliminojnë gradualisht gjithashtu praktikat e njëjshme të prokurimit publik dhe kuotat që favorizojnë vetëm akteret vendor. Dhe gjithashtu të standardizojnë rregullat e investimeve ndërkufitase. Kjo çështje unifikuar do të rrisë konkurrencën do të mundësoj bizneseve të operojnë lirshëm në gjithë rajonin. Suksesi i tregut përbashkët varet nga fuqia e konkurrencës e bizneseve vendore. Megjithatë, strategjitë aktuale të rritjes shpesh anashkalojnë rolin e sektorit privat. Qeveritë duhet të nxisin inovacionin dhe zhvillimin e infrastrukturës digjitale, duke u mundësuar kompanive të konkurrojnë sipas standardeve të harmonizuara të Bashkimit Evropian dhe të përfitojnë nga mundësitë e reja të tregut. Reforma kyçe të tregut përbashkët rajonal, siç është njohura diploma ambiente në pas batume. 2020 është kur kjo është konkretizuar në samitin e Sofjes si iniciativë nga Bashkimi Evropian me rregullat, standardet dhe vlerat e Bashkimit Evropian. Dhe kjo është e rëndësishme. Prej atëherë ka pas projekte konkrete, 5 marrëveshje që i kemi arrit 3 në nëntor të vitit 2022 për lëvizjen e lirë me ID, për njohjen e profesioneve dhe për njohjen e institucioneve të arsimit të lartë. Dhe pastaj 2023 dhe 2024 kemi arrit edhe 2 marrëveshje tjera ku i kemi shtu 2024 në profesionet dhe në 2023 dhe 2024 ne kemi një marrëveshje për qasjen e studime, e cila përderisa marrëveshja parë i prek institucionet të arsimit të lartë ose universitetet, kjo në 2024 do t'i prek shkollat e mesme. Kosovo's and the region's integration into the European Union or not that much as far as I understood your question. And in this context, in this regard, well, let me first underline that all strands of policy frameworks are linked to each other. So we of course have bilateral relations through the Stabilization and Association Agreement, which already sets the framework for a close relationship based on democracy and rule of law, which was also underlined very pointedly in Mr. Okri's presentation. It also sets objectives for economic cooperation. And then in the current multi-annual financial perspective, we have this growth plan for the Western Balkans, and the growth plan contains a few pillars.
So precisely, these are economic integration with the EU single market. So here we have such tangible elements of this pillar as SEPA, single Euro payment area, or Roam Like at Home, on which work is being done and hopefully will be finalized soon. Then we have boosting economic integration with the Western Balkans through common regional market as Pillar 2, which is the actual topic of our discussion today. And Pillar 3 and 4, accelerating fundamental reforms through reform agendas and increased financial assistance through reform and growth facility. So indeed, a substantial number of steps agreed, jointly agreed under the EU-Kosovo reform